Nuk do përdorni më ilaçe për gjumin. Pini këtë çaj dhe do t'ju bëjë të flini si qingj. Shumë njerëz kanë një ilaç të preferuar për çdo mbrëmje përpara se të flenë. Një çaj i ngrohtë dekafeinato ose ndonjë suplement shtesë të melatoninës. Por edhe lëngjit që përmbajnë qumësht dhe kanellë gjithashtu bëjnë punë edhe sidomos për cilësinë tuaj të gjumit. Megjithatë, ka disa kufizime që kanë të bëjnë me ndikimin që ajo ka në përzierjet e mbrëmjes për shumë njerëz. Siç dihet, qumshti ndihmon në gjendjen e gjumit, por sipas studimeve kanella arrit më shumë vigjilencën se sa ul lodhjen. Qumshti mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për gjumin tuaj. Qumshti është i përbërë nga aminoacidi triptofan i cili shton edhe serotoninën në trup. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Serotonina ndihmon në gjendjen e gjumit. Megjithatë, sipas një studimi të viteve të fundit, rezulton se ndërsa qumshti çliron triptofan, ky i fundit mund të pengohet gjatë rrugës dhe t'i japë sinjale trurit nga proteinat e qumshtit. Që triptofani të jetë më efektiv për të sjellë gjendjen e gjumit dhe të shoqërohet me ushqime me pak proteinë dhe më shumë karbohidrate. Kanella gjithashtu ka efekte pozitive në cilësinë e gjumit, që nga viti 2011, ekspertët tregojnë se kanella ndihmon gjithashtu në cilësinë më të mirë të gjumit. Megjithatë, aroma e kanellës klinikisht është vërtetuar se rritet vigjilencën dhe ul tensionin sidomos te njerëzit që ngasin makinë sipas një studimi të vitit 2015 në North American Journal of Psychology. Edhe pse ky studim rekomandon që kanella qetëson, atëherë në kombinim me qumshtin mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë edhe për cilësinë tuaj të gjumit. Bëhet fjala pa e tepruar me përdorimin e kanellës në mënyrë që vlerat e saj të jenë të plota dhe të mbajë larg komplikacionet që i kanosen nga pagjumësia. Nëse dëshironi të përmirësoni përgatitjen shtëpiake të recetave që mund të flini më mirë për një gjumë më cilësor, atëherë po ju paraqesim në këtë video 3 nga pijet më të mira, të cilat përveç qumshtit me kanellë mund të luajë një rol pozitiv edhe kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Lëngu i vishnjave në kombinim me vaniljen mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese dhe të rrisë gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Vishnjat janë të pasura me melatonin, hormon ky që është përgjegjës për rregullimin e gjumit, kështu që përpara se të bini për të fjetur çdo mbrëmje, konsumojeni atë. Vanilja ka në përmbajtje të saj përbërës që duke u shtuar pikërisht në këtë pije, mund të japin rezultate fantastike në rritjen e vlerave të cilësisë së gjumit. Përbërësit që ju duhen në këtë recetë janë: një gotë me lëng të vishnjave, 2 deri në 3 pika të vaniljes. Të konsumoni çdo mëngjes dhe çdo mbrëmje duke i shtuar disa pika vanilje lëngut të vishnjave, do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të rritur cilësinë e gjumit. Çaji i kamomilit me livando mund të jetë gjithashtu një mundësi e mirë për të rritur cilësinë e gjumit. Thuhet se përbërësit në kamomil apigenin veprojnë si një ilaç kundër ankthit. Aminoacidi tjetër GABA luan një rol të rëndësishëm në sistemin nervor qendror, qetëson dhe ndihmon të futeni në fazën e gjumit. Livando është një bimë që për një kohë të gjatë është përdorur si një qetësues. Së fundmi, një studim ka treguar se ndihmon edhe në ndryshimin më të mirë të valvulave të trurit. Përbërësit që ju duhen për realizimin e kësaj recete janë: një lugë sytha të livandos, një lugë kamomil, 2 gota ujë të ngrohtë, qumësht dhe ose mjalt. Vloni ujin, përzjeni livando dhe kamomilin, lejoni që bima të qëndrojë për 10 deri në 15 minuta. Shtoni qumshtin ose mjaltin për më shumë shije. Qumshti i ngrohtë me mjalt gjithashtu mund të jetë një pije shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit. Ideja e qumshtit të ngrohtë ju fut në gjumë që pa e pirë atë. Studimet tregojnë se mund të shtojë edhe temperaturën e brendshme të trupit duke ndihmuar në relaksimin e muskujve që ju fusin në gjumin më të thellë. Mjalti përmban triptofan, element shumë i rëndësishëm që është një aminoacid esencial që ju shtyn të pushoni. Është i ngjashëm me serotoninën dhe melatoninën dhe gjithashtu rregullon ciklet tuaja të gjumit. Përbërësit që ju duhen në realizimin e kësaj recete janë: një gotë me qumësht, 2 lugë me mjalt. Vloni qumshtin dhe më pas shtoni mjaltin dhe i përzjeni. E lini të ftohet në temperaturë të ambientit derisa të arrijë atë konstante dhe e përdorni atë vazhdimisht çdo mbrëmje. Kështu do të keni arritur të keni një gjumë cilësor
gjithashtu edhe të përmirësoni shëndetin tuaj. Gjumi është shumë i rëndësishëm për të rifilluar edhe rilidhur energjinë për të përballur me ditën, por cilat janë ushqimet që ndihmojnë për një gjumë më të mirë? Nga qershia te arrat, ja disa nga ushqimet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja sipas LSI, të cilat do të ndihmojnë në rritjen e cilësisë tuaj të gjumit. Qershit. Qershit ose lëngu i qershive mund të ndihmojnë gjithashtu për një gjumë të rehatshëm. Sipas studimeve nga Universiteti Shtetëror i Luizianës, në eksperiment u përfshin disa të rritur të cilët kishin probleme me gjumin, të cili u dha 250 gram lëng qershie 2 herë në ditë për 2 javë me radhë. Ata filluan të flinin 84 minuta më gjatë se kur nuk pinin qetësues të ndryshëm. Sekreti qëndron tek triptofani dhe aminoacidet, të cilat gjenden te qershit dhe ndihmojnë gjithashtu edhe në rregullimin e ritmit të gjumit. Peshqit, algat e detit dhe prodhimet e detit gjithashtu mund të jenë një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe për cilësinë tuaj të gjumit. Sipas një studimi të Universitetit të Oxfordit, peshqit, algat e detit dhe prodhimet e detit janë të pasura me yndyrna omega-3, që përmirësojnë gjithashtu cilësinë e gjumit e të vegjëlit dhe ulin shqetësimet përpara gjumit. Arrat dhe bajamet mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për cilësinë tuaj të gjumit. Frutat dhe thata janë ndër ushqimet që ju ndihmojnë të flini më mirë, sidomos arrat dhe bajamet. Sipas një studimi të Universitetit të Teksasit, ato janë një burim i shkëlqyer i melatoninës, një substancë që përmirëson kështu cilësinë tuaj të gjumit. Bajamet që përmbajnë nivele të larta të magnezit, natyrisht lehtësojnë gjumin edhe gjatë natës, sipas një studimi të botuar në Journal of Molecular Medicine. Përkundrazi, mungesa e magnezit mund të ndryshojë ritmet e gjumit dhe të shkaktojë gjithashtu shqetësime gjatë fjetjes, prandaj tregoni të kujdesshëm edhe me atë që shtoni në dietën tuaj, sidomos kur bëhet fjala për ushqime të rënda. Nëse keni probleme me gjumin gjatë natës, kjo mund të jetë për shkak të faktit se ju konsumoni darkën tepër të rëndë dhe ushqime jo të përshtatshme për darkë. Por cilat janë ushqimet më të mira të cilat do ju ndihmojnë për të arritur rezultatet e duhura të gjumit? Para se të shkoni në shtrat, përpiquni që të konsumoni ose disa nga këto ushqime ose të reduktoni ato të cilat përmbajnë edhe yndyrna të tepërta. Ushqimet e pasur me proteinë mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë në dietën tuaj. Ato bëjnë që të ndiheni të ngopur duke ndaluar urinë, duke u mbushur pjatën plot me element ushqyes. Në këtë grup bëjnë pjesë frutat e freskëta, djathi, vezët dhe bishtaja, të cilat mund të luajnë një rol pozitiv në cilësinë tuaj të gjumit. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietën tuaj të gjumit janë edhe bananet. Ka 2 ushqime të rëndësishme që veprojnë si pilula natyrale të gjumit, melatonin dhe triptofan. Përveç kësaj, ato ofrojnë magnez që heq tensionin fizik. Ngrënia gjithashtu e një banane e bën trurin të dërgojë një urdhër trupit për të fjetur, duke nxitur kështu edhe nevojën për një gjumë më cilësor. Mjalti. Një gotë qumësht i ngrohtë me një lugje dhe mjaltë si ëmbëlsues është një zgjidhje shumë e mirë për cilësinë tuaj të gjumit. Ai qetëson nivelet e hormoneve të quajtura oreksin, punën e sistemit tuaj të aktivizuar dhe gjithashtu mund të ofrojë një nxitje më të mirë të cilësisë të gjumit. Kamomili është një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për të ushtuar në dietën tuaj, që do të ndihmojë edhe kundër problemeve të pagjumësisë. Pini çdo natë përpara se të flini një çaj kamomili duke ëmbëlsuar me një lugë me mjaltë. Ai relakson mendjen dhe trupin dhe lejon muskujt tuaj që të pushojnë. Uji. Mos harroni të hidratoni trupin tuaj sa duhet çdo ditë, por sidomos gjatë natës. Para se të shkoni në shtrat, pini një gotë me ujë të ngrohtë. Nëse është i ftohtë, ju mund të merrni atë në formën e çajit bimor, jo kafeinë, pije të gazuara ose lëngje industriale. Ndryshimi i dietës suaj gjatë ditës mund të luajë një rol pozitiv edhe në cilësinë e gjumit gjatë natës. Prandaj përpiquni që të bëni edhe zgjedhje të duhura të ushqimeve që mund të konsumoni. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose edhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.